Përshëndetje dhe faleminderit që jeni këtë të diel me mua në podcast dritë. Sot kemi nderin që në këtë intervistë live të kemi të ftuar një zonjë që për 35 vite i ka falur dije, kulturë, mirësjellje, por dhe dinjitet asaj pjese që shoqëria shqiptare ka çdo vit edhe më shumë nevojë. Flasim për një mësuese të gjuhës letërsisë që përtej dhënies së dijes dhe mësimit të gjuhës shqipe, i ka falur brezave ndër vite kulturë, i ka falur njohuri, por dhe atë që është më shumë të rëndësishme për çdo brez, dinjiteti njerëzor. Zonja Manola Sheu është mësuese në qytetin e Elbasanit dhe ka më shumë se 35 vite që punon atje dhe sot kam nderin që të ndaj me të një bisedë për sa i përket brezave, kulturës, mësimit dhe ajo që është më rëndësishme, nevojës që kanë të rinjtë e sotëm për mbështetje, qoftë psikologjike, qoftë emocionale dhe dije, më shumti për çdo gjë që ka të bëjë me Shqipërinë, me gjuhën tonë dhe me kulturën e djepit të çdo vendi, siç është dhe vendi jonë Shqipëria. Mësuese Manola, kam nderin që ta pres në kontakt live. Uroj shumë që mësuese Manola Sheu Hajdari të jetë tani më në intervistën tonë të radhës. Jam shumë e lumtur që ai pranoi ftesën time dhe kam nderin që përveç kësaj bisede, unë kam patur fatin e madh ta njoh, ta takoj nga afër dhe të marr nga shpirtmatësia e saj, nga komunikimi i saj aq i thjeshtë por dhe aq fisnik, mirësjelljen edhe pjesë të dijes së saj. Mësuese Manola, unë ju pres që të futeni në lidhje, presoj shumë që të kem kërkesën tuaj. Mësuese Manola, përshëndetje. Përshëndetje jeni. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni sot me mua në këtë lidhje live. Ju falenderoj shumë për ftesën tuaj dhe është një kënaqësi. Nuk ju ka ardhur akoma? Jo, unë jam duke ju dëgjuar, jeni dëgjojeni shumë mirë. Më dëgjoni ju mua? Ju dëgjoj. Juve më dëgjoni? Po, jeni shumë mirë, unë ju dëgjoj shumë mirë. Faleminderit shumë që pranuat ftesën dhe jeni sot me mua. Kam nderin e madh që të ndajmë një bisedë sa emocionale, aq edhe njerëzore me njëra tjetrën, por dhe me gjithë ata që na ndjekin sot. Do ta provojmë edhe një herë një? Jo, unë ju dëgjoj shumë mirë, shpresoj shumë që të më dëgjoni dhe ju mua. Nuk më dëgjoni? Mësuese Manola, jeni në lidhje live dhe unë ju dëgjoj mjaft mirë. Jo, jeni shumë mirë, nuk keni nevojë të dilni më. Vazhdojmë bisedën sepse është gjithçka shumë në rregull. Në rregull. Atëherë, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Është një kënaqësi ftesa nga ju dhe e pritur me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë që pranuat të ndajmë së bashku pjesë nga dija juaj, nga eksperienca e 35 viteve si një mësuese. Ka një problem. Kemi përsëritur të bisedën. Mbase është normale vetëm nga fakti që jemi në lidhje live dhe distanca është goxha e largët. Por uroj që biseda të vazhdojë normalisht edhe ta kuptoni çdo pyetje që neve ose bisedë që ne do ndjekim. Më dëgjoni ju shumë keq apo unë ju dëgjoj? Po? Mësuese Manola, më dëgjoni? Unë ju dëgjoj shumë, të vazhdoj? Patjetër. Jemi në lidhje live dhe jeni duke u dëgjuar shumë mirë. Mund vazhdoj. Atëherë edhe një herë, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë. Unë ju falenderoj shumë për kërkesën dhe për ftesën për të lidhje direkte për të zhvilluar një bisedë me ju. Filloj pikërisht
ka diçka që nuk shkon të punë. Ju dëgjojeni mjaft mirë. Unë jam duke ju dëgjuar me shumë kurreshtje dhe shpresoj shumë që të gjithë ata që na ndjekin, unë doja të pyesja realisht. Atëherë po vazhdoj. Patjetër. Përpara sa ta filloj këtë bisedë, unë do të thoja pikërisht me lidhjen shpirtërore që kemi në së bashku. Basani dhe lidhja jo ka qenë në lidhje të sajtëtishme, dhe lidhje e rastëtishme, por një lidhje që në pas të bërë shumë shpirtërore. Pikërisht ju jeni një vajzë e cila nga qyteti Elbasanit keni emigruar në Gjermani dhe aty filleni punën e ekonomike. Me një dëshirë dhe për një pasion të jashtëzakonshëm për letërsi dhe një mika jone e përbashkët më propoj të ishte një studim për të bërë një redaktim të një tuaj, në të mirë e bëra, tonë se isha në një moment shumë të vështirë të jetësime, gjithë ata që ma njohin e kuptojnë. Nga dëshira që kam të ish për këtë profesion të bukur, e mora përsipër këtë. Nuk kaloi shumë kohë, gati një muaj, dhe unë më dëgjoj që pikërisht vajzët e cilën që kanë ndihmuar, kishte ardhur për të më takuar. Përpara meje i vjen një vajzë e bukur, siç ajo që ju shikoni tani, dhe kishte libër. Jo më kot do të tregoj këtë libër, sepse edhe kasti ju mban të njëjtin emër, Trit. Ka një sistem shumë simbolik. Libri është Dritë Shpirti dhe podcasti titullohet Dritë, sepse ajo është bukuria jote shpirtërore që ti e përcjell te kushdo që të njeh, te kushdo që të takon, dhe ndjen ti ty të afërt. Bukuria e shpirtit tënd është themeli i gjithçka që ti ke. Unë kam një kontaktit të jashtëzakonshëm që e pranova në kërkesën më të mirë këtë podcast të bashkë. Dëshiroj të zhvillojmë një bisedë sa më të kashme me janë tjetër dhe të jemi sa më të dëgjueshëm nga gjithë masa e dashamirëve tanë. Unë ju falenderoj me zemër për këto emocione që më falet. Unë kam gjithmonë në çdo të diel, në çdo podcast live emocione, po sot ishte shumë ndryshe, sepse shumë herë për faktin e modestisë ose atë pjesë që e karakterizon një njeri për punët e tyre, njerëzit nuk kanë shumë dëshirë të shprehen vetë, por kur një mësuese me 35 vite eksperiencë shpreh në këtë lloj forme, unë e falenderoj Zotin shumë për njerëzit që më ka bërë bashkë në këtë jetë dhe e përshëndesim me zemër Enisën, mësuesen tjetër dhe një grua zonjë fisnike që na ka njohur, por falenderoj Zotin që më njoh dhe me ju, që ju nuk e refuzuat, qoftë edhe në momentet e juaja më të vështira, ftesën time të aso kohe, tani më jam bërë 3 vite, koha fluturon, edhe ai libër ka 3 vite që është redaktuar nga ju, është publikuar, dhe ndodhet në duart të shumë lexuesve, dhe unë falenderoj Zotin që ka njerëz që akoma e duan librin, e përkrahin shkrimtarët. Ndoshta unë isha një shkrimtare e re, ndoshta fare e panjohur dhe për ju, por ja që Zoti i bën bashkë njerëzit me zemër të madhe dhe dashamirësia juaj bëri që ai libër të redaktohet, të botohet dhe sot të ekzistojë në treg për gjithë ata që kanë dëshirë të lexojnë. Mësuese Manola, jo më kot e kam theksuar shumë herë që ju keni 35 vite eksperiencë në arsim. Vazhdoni akoma, tani jemi në sezonin e pushimeve verore, por sa për shtatorit të startoj, ju filloni sërish kontaktin tuaj të përditshëm me të gjithë brezat e ri. Normalisht mund t'ju pyes si ka qenë dita juaj e parë, mund t'ju pyes si ishte mbyllja e këtij viti shkollor, por ajo që më shumë ka rëndësi, besoj, për çdo prind, për çdo individ, por dhe për çdo të ri që mund të ndjeki tani në rrjetet sociale ose mund të ketë fatin të dëgjojë këtë podcast, unë do doja t'ju pyesja për rreth 35 viteve në rrugën e dijes dhe kontaktin e vazhdueshëm me brezin e ri. Pra ju tani jeni mësuese në shkollën e mesme, keni thënë, apo? Aty që të e teksuar edhe ju, unë kam hyrë tek një brez i cili ka, dhe më thënë kam 35 vite në arsim. Periudhën time mësimdhënies unë ndaj në 3 periudha të saktuara kohore.
një pothuajse një 10 vjeçar të cilën e cila ka qenë vitet e para profesionit tim, e cila i ka filluar në një ndër qytetat më të bukur të qytetit të Elbasanit, Belsh, cili sa mi prapë e ka cilësuar atyre në qytetin e Shqipërisë. Më pas, një pasojë 10 vite të tjera i kam bërë në një shkollë të qytetit, Xhafer Pongolli, që tani mban emrin Abdul Karalloi. Po. Ka një koincidencë këto dy shkolla, sepse më lidhi jo vetëm kuria dhe kontributi në shkolla, por të dyja këto emrat e tyre kanë një pjesë të familjes time. Shkolla e Belshit bante emrin me dëtrai tim dëshmor dhe shkolla e Elbasanit Xhafer Pongolli Xhaxha babit tim. Dhe më pas, kam gati 18 vite që ushtroj profesionin tim të mësuese së gjuhës dhe letërsisë në shkollën pedagogjike, ndërsa tani në shkollën e mesme e bashkuar në Miq Burakuqi, dua të theksoj edhe këtë gjë, në këtë shkollë kanë mbaruar të prindrit e mi. Wow. Çfarë duhet të theksoj është që unë rrihet në një familje me traditë elbasanse më mësuesi. Deri në radhën e 9 vjet, besoj që ju e dini, nuk ishte shtëpitë e Elbasanit të mos kishte një prej pjesëtarëve mësues. Familjet time ishte ndryshe. Ishin të 5 mësues, me prindër mësues, vëllai i madh i cili vazhdoi për 3 vite në Tiranë për gjuhë frënge, unë vazhdova letërsi dhe motra ime për matematikë. Dëshira e babait tim ishte që të na shkollonte, jo thjesht që të ishim të shkolluar, por thoshte që shkolla luan një rol shumë të rëndësishëm në formimin të njerit. Absolut. Po të them që edhe profesioni i mësuesit, përsis ajo ka qenë dëshira ime të vazhduar shkollën lart, është edhe diçka të cilën ne kam të trashëguar, brez patrezi, kam pasur dhe gjyshtin nga babi mësues dhe kam pasur një trashëgimit të Jam shumë e lumtur që kam nderin të flas me një njeri kaq të ngritur, qoftë nga ana profesionale, qoftë nga ana njerëzore, por edhe nga ajo që trashëgon, sepse brezat që neve pasojmë janë krenari e kombit. Realisht ju i kujtoni si njerëzit tuaj, po ata janë njerëzit e gjithë bashkombasit tanë, gjithë elbasanlive, sepse realisht kanë lënë gjurmë në atë që quhet dinjiteti i kulturës vendit tonë. Mirë po, ajo që mua më shqetëson shumë dhe do doja që ta diskutonim së bashku, është që ndër gjithë këto vite, çfarë është ajo gjë që nga ana emocionale juve ju shqetëson më shumë sot në brezat e ri ose tek studentët që ju keni çdo ditë në bankat shkollore? Të gjërë, të më thënë të 20 vjeçare, të është si njërë për psikologjimi e të gjithë periudhave të brezave që kanë qenë. Duke filluar nga zënësit e para viteve 90-s, të pas 90-s dhe të ndryshimit të madh që ka ndodhur pikërisht në këto vite të fundit. Unë të them që në drejtim të anës emocionale të nxënësve, kuptohet që kemi ndryshime. Nëse para figura mësuesi, shikohet një figurë statike, dhe qëndrimi që mbanin dhe mësuesve ishte rigoroz dhe shumë në distancë, ndërsa në ditët e sotme me mësuesët jemi shumë afër fëmijëve, duke njohur më afër nga ana psikologjike dhe ajo çka është e veçantë, nuk i shikojmë të nxënës vetëm si profesioni distanca mësues-nxënës, ne i shohim si insan, duke i parë dhe anën emocionale në mënyrë që t'i bëjmë që këto fëmijë të ndjejnë mirë në ambientet e shkollës, të ndjejnë mirë në klasë, të ndjejnë mirë në marrëdhëniet tona me mësuesit. Por pavarësisht kësaj, se Manola, realisht kjo është një domethënie shumë e madhe, sepse vërtet unë kam qenë studente ose nxënëse vetë në vitet e mia shkollore dhe kishim ndroje të pyesnin qoftë edhe për një mësim që nuk e kuptonin mësuesen, aq konfidenciale ishte marrëdhënia. Megjithatë, ju tregoni që ju përveç mësimdhënies jepni dhe dashuri dhe mbështetje prindërore këtyre fëmijëve. Mirë, po ajo që ne hasim realisht në vitet e sotme është që
brezi i ri po vjen dhe është gjithmonë sa më i distancuar dhe ndihet më të vetmuar. A mendoni ju pse ndodh kjo realisht? Kur ne si mësues ose si prindër përpiqemi shumë t'i afrojmë, se ata janë kaq të tërhequr nga ana emocionale ose ana shoqërore me ne. Në vjen për zëri nuk e të krere. Atë fare vetëm për fundit të lutem? Pyetja e radhës ishte, ju po më thonit që juve përpiqeni që të mos jeni vetëm ushqimdhënëse, por t'i ndjeni ata fëmijë dhe t'i afrojeni atyre qoftë emocionalisht edhe shpirtërisht si prindër. Mirë, po ne kuptojmë dhe shohim që brezi që vjen, ose brezat e fundit, të viteve të fundit, janë sa më shumë të tërhequr emocionalisht. Atëherë, qëllimi domethënë si mësues, nuk është vetëm qëllimi i një kolonës të fëmijët. Qëllimi është që ne të kuptojmë që këto fëmijë të jenë shumë të qetë. Këto fëmijë, ato problematika që i kanë në familjet e tyre, të mos i transmetojnë në klasë, në mënyrë që në ambientet e shkollës ato të ndihen sa më mirë, të ndihen sa më social, të mos ndihen absolutisht të bullizuar dhe çdo problematikë që ato kanë qetësia e parë e tyre është kushtet dhe më pas kushtet e tjerë të cili prej tyre. Domethënë të marrësh ka kjo, unë dua të them këtë gjë. Ditën e sotme ka motiv për ne të shohim shumë fëmijë të cilët kanë probleme të ndryshme emocionale. Sepse vinë këto kanë arsye të ndryshme shoqërore. Një ndër këto arsye janë edhe faktorë të ndryshme të cilët kanë ndikuar në formimin e tyre, që është prerje familjare, problematika të ndryshme, domethënë psikologjike që ndodhin te fëmijët, por ai mësuesi i mirë është ai që shikon përtej atyre syve të përqendruar të tyre në mësimit. Ai mësuesi i cili shikon brenda të tyre. Mashallah, shumë e bukur. Kjo është vërtet një dritë që duhet mbahet mend. Pra, ju përçoni mesazhin se mësuesi nuk duhet i shikojë fëmijët thjesht si nxënës që kanë ardhur të marrin një notë, por t'i përçojnë ato sytë e tyre identifikues brenda në shpirt, që t'i identifikojnë dhimbjen dhe trishtimin që ato mund mbartin nga shtëpia ose shoqëria brenda në klasë. Shumë e bukur, faleminderit nga zemra se është vërtet një mesazh mbreslënës. Po për sa i përket kontaktit të fëmijëve me prindërit, se Manola, normalisht ata vinë kalojnë një pjesë të rëndësishme të ditës me mësuesët, por kontakti kryesor dhe edukata primare merret në familje, ne jemi konshient për gjithë këto. Dhe unë doja të dija, a bëhet mjaftueshëm sot puna prind fëmijë, a flitet mjaftueshëm me fëmijët për kulturën, për mirësjelljen, për të stresin, anktin, depresionin që fëmijët e sotëm po hasin më shumti. Personalisht që do ta shikojë në tërë shtrydhjen e procesit tim të mësimdhënies. Sikur se teksova, domethënë në periudhën e parë, mund të jetë të parë në vitet e parë të punës, figura e mësuesit ishte figurë më stoike. Ishte një figurë e cila respektohej dhe mësuesi ishte shumë i rritur ai mësuesi. Mbas viteve në vitet në vazhdim, pati një farë mënyrë paksa edhe një farë si me thënë në thonjza një farë pasardhje edhe të figurës së mësuesit, por më pas përsëri figura e mësuesit përdona dhe vetin e dukur. Marrëdhëniet që ne kemi me prindërit janë marrëdhënie shumë reciproke, shumë të afërta dhe domethënë marrëdhënie shumë të sinqerta. Si tikojnë prindërit, domethënë fëmijë, ajo është domethënë varet nga përbërja, nga sociale e secilit prej tyre, por në jo si mësues dhe e stafit tonë pedagogjik është ne marrim konsiderat këto shqetësim të prindit. E marrim si kanë e marrim si konsiderat. Pastaj e trajtojmë të fëmija me shumë kujdes në mënyrë që të mos prekim as fëmijën, as prindin dhe i bëj një zgjidhje të themi të bukur në mënyrë të ndihmojmë fëmijën parësore tek ne, domethënë ne si fëmijën pa lënduar as familjen. Është shumë e vërtetë dhe e bukur.
Po për sa I përket një krahasimi qoftë emocional, qoftë asaj të dijes, por dhe aspektit të dëshirës që fëmijët e sotëm kanë për dijen dhe për shkollën. Si është krahasimi që bëni ju për brezat e viteve 90 me ato breza që ju keni sot në përditshmërinë tuaj të çdo viti që kaloni në shkollë? Është një punë shumë e goditshme. Faleminderit. Ndihmë një shoqëri në zhvillimin e të gjitha fushat e jetës dhe normal në fushat e jetës. Në para të 90 ishin nxënës shumë të ndrojtur, ishin nxënës të cilët i kufizonin njohuritë në fjalën e mësuesit dhe në atë të librit dhe nuk ishin mundësi të dilnin përtej saj. Dhe kjo e bën të mundur që ashtu sikur të shkova, fjala e mësuesit ishte ligj për të gjithë. Në kalimin e viteve 90, në ndryshimet e mëdha që pasoi kjo shoqëria jon njerëzore, shoqëria jon dhe për të thënë këto ndryshime edhe për sa I përket pikërisht retorisë dhe mënyra e perceptimit dhe përmirësimit të njohurisë nga nxënësit. Në bënë pak sa më të gjallë, në pak më aktiv, nëse ne më përpara e kishim mësimdhënie me 100 mësuesin, ne tani kemi mësimdhënie me 100 nxënësin, ne kemi bashkëpunimi, pra ndryshuan të kuptojmë metodat e punës, duke I dhënë më tepër fund figurës së nxënësit. duke e bërë nxënësin më aktiv, duke e bërë nxënësin me vetëdijshëm, duke I dhënë atij forcë për të buxhuar, për të folur, për të rrahur mendimet e njëri tjetrit, për të mos I thënë asnjëherë mendimin që të gabuar, por të dëgjojmë dhe një mendim tjetër. Dhe të gjitha këto kanë bërë pikërisht që fëmijët në kalimin e kohës ne themi që janë më të zgjuar. Dhe atë drejt kjo gjë. Por pikërisht këtë zgjuarsi po I kalon në përfit saj, po I kalon dhe mund të themi që dhe çfarë një fundi është pak sa me thënë problematik e punën tonë edhe të mësuesve, sepse ky zhvillim I madh I teknologjisë, për të cilën ne jemi shumë dakord, sepse është zhvillimi I shoqërisë, por po na cënon paksa edhe pikërisht leximi I librit. Shumë e vërtet. Mund të dalem para të kjo pyetje, po, do doja shumë që nga libri, largimi nga të dëgjuari, marrja e njohurive shumë të shpejta, por jo të ndryshme. Dhe dhe pikërisht edhe mësuesve, jo fëmia më e vogël, por kjo është adimi për mësuesit e rinj në mënyrë që të gjejmë mënyra metoda që të përdorim në nxënësit metoda të tilla që aty I mbeten në momentet mësuesore pikërisht në njohuri, siç I thënë nxënësit e mi, këto njohuri në shkollë të mesme, në vjeçare, dhe të gjitha në shkollë të lartë. Pra janë disa njohuri të cilat ne mundohemi të kultivojmë dhe të vendosim në publik të qëndrueshme në memorien e nxënësve. shumë e vërtet. Por ne jemi koshient dhe jetojmë në një kohë ku teknologjia, rrjetet sociale dhe gjithçka që fëmijët ose studentët ose nxënësit e sotëm duan të informohen, nuk e kanë ide nëse është e saktë apo e gabuar, por googullojnë shumë shpejt, duke klikuar nëpër internet, ata marrin një përgjigje që më përpara është dashur të bisedohej me prindin, me mësuesin, të lexojë një libër, më pas të nxjerrë një konkluzion. Mendoni ju se kjo është një krizë qoftë nga ana arsimore, por dhe qoftë nga ana e dijes për brezat që po rriten, që ka një lidhje më të madhe dhe më të fokusuar në fushën virtuale sesa vlera që kishte libri? Kjo është një unikale për këtë periudhë, domethënë që e pamundur të bëjmë. Po nuk mund ta thuaj krizë. Mund ta thuaj krizë sepse zhvillimi I teknologjisë është gjë më e mirë që mund të themi që po I ndodh tashmë historisë shqiptare. Ndërkohë që njerëzit ishin aq të hequr dhe me vite të tëra ne nuk kishim lidhje marrëdhënie me njëri tjetrin,
Pikërisht rrjetet sociale po na bëjnë, po na afrojnë me një vitë, po na bëjnë më social. Është ana e mirë e medaljes. Po. Nuk të them se gjë që është motiv problematike për brezin tonë, që në një mënyrë e kemi pasur më që të abditohen pikërisht të gjëra. Dhe jo të vinë, dhe unë që nuk mund të quajnë me komunistë, por mund të quajnë një moment, pak sa të vështirë, dhe pikërisht nuk të ndalojnë. Punën e madhe që duhet bëjnë mësuesit, e cila është e padiskutueshme, sepse ne jetojmë çdo ditë me këto biseda dhe po të tepër punën e madhe që duhet bëjnë nga mësuesit e gjithë universitësisë. Që pikërisht interneti mos i lexojnë nga librat. Kjo është pika kyçe, po. Që kemi një farë largimi tim. Por, do me thonë të këto politika e zhvilluara dhe puna e madhe e bërë nga mësuesit në kontakime të cilat ne bëjmë pas pikërisht në fokus kjo. Nxënësit po të lexojnë. Dhe se unë kam edhe nxënës të shkollës mesme, dhe në momentin e kam maturar, në çdo moment unë i dhe nxënësit të lexojnë. Dhe atë që të lexojnë ka kuptojnë. Kjo është më e pakta që ne mund të bëjmë, se përdorim më pas dhe shumë shumë metodika të tjera. Po. Edhe prova të tjera. Për shembull, sikur se thatë ju, ato googlojnë, marrin në përgjigje të gatshme, edhe janë shumë të sigurt, edhe janë përgjigje të vendosur. Momentin mësuesi thotë nuk e ke saktë, përgjigja e thotë pse. Dhe këtu del pikërisht roli i mësuesit. Shumë e bukur dhe e vërtet. E trajton me fakte, me bindje dhe fëmia të bindet dhe pastaj të kuptojnë pikërisht dhe gjithçka që merret pra libri, ajo çka marrin nga libri e pa një unë nuk të ndekte. I thotë zhvillimi i teknologjisë nga të vjetra, ne nuk e lexojmë. Shumë e vërtet. Burimi është gjithmonë te libri. Burimi është libri. Shumë e bukur. Se Manola, mendoni ju se këta të rritë e sotëm realisht kanë informacione në base shumë se sa brezi jonë, por po bëhen më pak emocional, më empatik? Jam me ty. Këtë gjë, unë e shkojnë një të qërë në drejtim të gjuhës të shkojnë me problematikë, me të në drejtim të shkojnë edhe të vizit por kjo që thoni ju, me të vërtit i bën me empatikë. Lënda e letërësisht është një lëndë e që dhe jashtëzakonisht ngusht dhe zhvillime historike shoqërore të kohës në të cilin jeton shkrimtari, në kohën në të cilën është shkruar vepra. Dhe unë po them sinqeritet dhe ta ndihni mirë që nxënësit koncepte të cilat ne duhet të kemi vetëm u libra, nuk është që u mësuan këtu, u mësuan në këtë lëndë. Dhe pikërisht ku është ai, domethënë, preokupimi më i madh i brezit tonë dhe është edhe ajo, domethënë, në formën e një këshille që i japin të gjithë mësuesve të ri të mos limitohen vetëm me aq sa jepet në programet simor. Po. Për të tyre, shpeshherë na vendosin dhe paralel me figura të njohura, ashtu si kurse ne, kusim të ngullitur, pojë të shkrimtarit të linjë kombëtare, ti kenë dhe ky brez dhe periudhën më pas, dhe shkrimtarët e poston të bëjnë ndarjen. Pra janë disa koncepte bazë, cilat detyra jonë si mësues që të bëjmë sa të kemi mundësi, por në çka e bëjmë shpirtin. Dhe jemi të pastër dhe të sinqert në atë që bëjmë, patjetër ne do të kemi ndikuar, nuk 100%, por do të kemi ndikuar shumë për këtë vërtetë. Absolutisht e vërtet. Unë jam vërtet e emocionuar sepse ne dim shumë mirë që Zoti thotë nëse njeriu niset me një jetë pastër në punën që bën, pavarësisht vështirësive, i madhi Zoti na lartësoi atë individ. Ndoshta këta të rritë sotëm duket sikur nuk e kanë më shumë dëshirë pjesën e të mësuarit, nuk i intereson shumë më jeta e një shkrimtari të dikurshëm,
po nëse mësuesi e jep atë me pasion, vërtet e bën punën e tij sepse e do atë profesion, ndoshta jo për gjithë, por për masën, për një pjesë shumë të madhe, diçka do mbetet në zemër dhe mendjen e tyre. Uroj shumë të jetë kështu. Të kuptoj. Sigurisht kjo është ajo çka edhe ne synojmë, të sigurojmë, të lëmë mbritat e qenies. Është, domethënë, një punë e përditshme. E bërë nga të gjithë instancët teknologjike dhe unë po ta them, domethënë, me bindje, duke qenë gjithmonë në kontakt me, domethënë, kolektive të ndryshme, të shkollave të ndryshme, puna që bëhet e mësuesve është punë e largëlidhshme dhe vlerësuar nga nxënësit dhe prindërit. Për mua rëndësi ka që vlerësimi i parë nga nxënësit. Absolutisht. Është kontakti i parë, prind. Pastaj, nxënësit e sotëm janë nxënës që ne na japin kënaqësi të paparë. Pavarësisht mund të thonë sa të vështirë keni punën, jo, po të hysh brenda të tyre. Po ti trajtosh ashtu si ti sërtoj e meritojnë atë shpirtin e tyre, që kanë ardhur në shkollë për të marrë dije, kanë ardhur në shkollë për të marrë dituri. Prindrit ne kanë besuar ne dhe na takon e mësuesve të bëjmë maksimumin ton të mundshëm. Dhe unë gjithmonë nxënësve i them, unë punën e kam me ju, prindrit janë pasyush. Mashallah, shumë e bukur dhe vërtet. Unë jam shumë e lumtur që e ngushtë dhe konsideratën e prindërve ndaj mësuesve. Shumë faleminderit nga zemra që edhe pas 35 vitesh punë, ju sërish vazhdoni dhe keni këtë dashuri dhe këtë kënaqësi të punoni me nxënës, të punoni me brezat e rinj dhe çfarë është më e rëndësishme, me pasurinë më të madhe të çdo prindi. Sepse vërtet secili prind, do apo nuk do ta lënë fëmijën në duart e mësuesit. Kjo është një rrjedhë e jetës që secili fëmijë ka fatin të ketë mësues të tillë që nuk e shikojnë punën vetëm duhet të shkojnë, por shkojnë me pasion dhe dëshirë të japin atë që është më e rëndësishme, dijen. Mirë po, siç neve e dimë dhe kanë qenë historikisht në Shqipëri, nxënësit më të mirë ose studentët ato të ekselencës, pasi diplomohen në shkollën e mesme, zgjedhin që t'i kryejnë studimet e tyre të larta diku në vendet europiane. Ju si mësuese, e shikoni këtë si një pikë të vështirë për vendin tonë, apo është një arritje për Shqipërinë nëse këta studentë shkojnë, marrin dije dhe atë dije e sjellin sërish në vendin mënd dhe vazhdojnë të punojnë me dinjitet me atë që ato kanë marrë nga ai shtet ku kanë studiuar. Sigurisht, kjo është një nga ato pikë që lidhet me zhvillimin të profesionit Shqipëria sfidave në ndjer. Hapja e kultive bëri të mundur largimin e shumë qytetarëve të kokave të intelektualëve të jashtë vendit tonë. Por jo vetëm kjo periudhë, edhe në ditët e sotme, ashtu si unë, ashtu si të tjerët, kanë dëshirë që fëmijët e tyre të studiojnë brenda por në vendit. Edhe unë nuk kam qenë asnjëherë kundër kësaj, por tani në momentin që nxënësit do me të marrë një kulturë një shtet tjetër dhe të qëndrojnë atje apo të këto. Unë këtë i shikoj do me thënë kuptohet që kjo është një preferencë nëse të prej fëmijëve. Nuk do doja asnjëherë që të ishte një kusht nga prindërit. Mbasi unë them këtë, unë nga të nëna që fëmia im ka studiuar jashtë shtetit në një periudhë shumë përpara, gati 20 vite përpara, dhe atë ishte mendimi që të shkruajë patjetër ta mbarojë si shkollë, ndërsa në ditët e sotme mua më vjen mirë të dëgjoj edhe studentët që kanë një komunikim jashtë shtetit, nuk kanë mundur për arsye të ndryshme të dinë dhe pretendojnë dhe kontribuojnë në vendin tonë. Por unë do ta jepja një këshill. Unë do doja që mendimi im, ato studentë të cilët studiojnë dhe dalin një për ekselent nga ne, edhe vit do doja shumë të ktheheshin në vendin tim.
jam adhetare. Shumë e vërtet, të gjitha. Por më pikon pak zemra tek Bentin. Patjetër. Kjo është Kurse ju jeni shembulli më i mirë. Mendon se punoni, unë lidhje të jashtëzakonisht shpirtërore i përish me vetë tuaj. absolutisht. Se vetë mundet dhe të rrjetet sociale. Është e vërtet, është shumë e vërtet. Realisht, secili individ e di vetë rrjetën e jetës se si do t'i marrë, por janë shumë të rralla rastet kur bashkëkombësit shqiptar, pavarësisht talentit ose arritjeve që mund bëjnë në vendin e huaj, ta harrojnë vendin më, ose të mendojnë se tani më kanë arritur diçka ose një status ose një pozitë në vendet ku janë, dhe ta mohojnë që ne jemi shqiptar dhe vim nga një vend vërtet me shumë vështirësi, por me shumë vlera dhe me shumë dashuri bashkëkombëse. Mendoj se numri vjen duke u minimizuar i tyre. Absolutisht. Gjithmonë dhe më tepër, dhe këtë dëshmon edhe gjërat aktuale dhe jeta e përditshme që ne po shikojmë sot. Sepse Manola, i cekët faktin që ka student që pavarësisht notave ekselente që mund të kenë nga Shqipëria, shkojnë diku në një shtet të huaj për studiuar, por ndodh që nuk e gjejnë veten, ndjejnë mallin për te arritjeve të notave ose të arritjeve shkollore, dhe ka raste që dhe kthehen. Por mund të ketë edhe studentë që janë në shkollën e mesme dhe ndjenen disi të humbur ose nuk kanë njohuri ose dëshirë për të vazhduar më tej. Ju si mësuese, kush është këshilla që do t'i jepni atij brezi që mjaftohen me aq pak sa kanë arritur ose mendojnë se nuk mundet më tej të vazhdojnë? Atëherë, studentëve i them këtë gjë. Është shumë e drejtë ajo që të mësua. Në momentin kur fëmija kalon ato stadium, vinë në mëngjes dhe quhet student, prindi të hiqet forca. Ndaj asaj të kujdesit të përditshëm që ushta. Dhe në këtë mënyrë, fëmija në banë në stupe më tepër përgjegjësitë. Ka përgjegjësinë e vet, ka përgjegjësinë e familjes, ka përgjegjësinë e shoqërisë. Por unë me gjë besimin në vetë, nuk duhet të humbi mbasi punë. Dhe nëse rrezohet një moment, edhe nëse rrezohet një moment, përsëri ato mund të ngrihen lart. Unë gjithmonë jam. Ju mendoni se shkollat e sotme përgatisin nxënës për jetën apo nxënës për notën edhe për atë diplomën kur mbaron ajo dega arsimore? Edhe kjo është pyetje paksa delikate. Mbase është një farë si një ekonomikë, nxënësit e tyre paksa notë në ditët e sotme. Nuk ka ndodhur kjo absolutisht me brezin tim. As unë me fëmijët e mi. Por në ditët e sotme, do me thënë e shikoj paksa më të teksuar, pikërisht punën e notës. Unë do me të vazhdimisht ja them zërëve të mi, ja them prindërve dhe të gjithëve, nota nuk është bie. Pikërisht. Nuk është ajo që vlerëson bien tënde përfundimtare. Këtë gjë, sidomos tani, janë dhe maturantë, që ka përballen me provimet e maturën, po ju do të masni një kurituara. Absolut. Nuk vjen ajo notë. Pavarësisht se ne kemi gjithmonë dashamirësia, gjithmonë nxënësve është, mund të them në nivelin e mirë dhe si të mirë. Por, unë dua që kjo dashamirësi të jetë në drejtim të procesit mësimor se sa notave fiktive. Shumë e vlerë. Jam do me thënë tek mësuesit që e mbajnë notën. E kuptoj. Por, kanë gjithmonë falënderime dhe mirëkuptime nga nxënësit e fundit. Dhe për mua, kjo është gjë pozitive. Absolutisht, jep shumë vlerë asaj që u nxirrni. Për sa i përket anës emocionale, unë dua të ndalem më shumë te ky aspekt, sepse ju thatë që nota nuk është ajo që bën verdiktin e arritjeve të një individi.
Sot në kohët që po jetojmë, ne dim që për të përmbushur të gjitha detyrimet që prindrit kanë, detyrohen punojnë në orë të gjata, kanë shkëputje nga familja ose fëmijët e tyre një kohë gjatë të madhe të ditës, dhe pyetja ime është, ajo që ju spikasni tek nxënësit që ju keni, fëmijëve të sotëm i mungon më shumë komunikimi me prindrit, dashuria, apo ajo që më shumë ti kanë të brezi i ri nevojë, mbështetja dhe besimi tek ta? Edhe kjo është një pyetje domethënë shumë e drejtë dhe që qëndron shumë në ditët e sotme. Kjo lidhje dhe aktivitet që kemi pasur ne, në kohën tonë, ne kemi pasur një lidhje shumë e afërt, por dhe paksa domethënë dhe jo shumë edhe drejt për drejt, domethënë sepse ne ndani problematikat në shoqëri, me shokët të tjerë. Ndërsa në ditët e sotme, nxënësit e tonë domethënë një paksa më të social. Domethënë, më të socializuar ato janë në ambientet e shkollës, ndërsa më pas secili prej tyre Tërhiqen e tyre dhe janë pikërisht rrjetet sociale ato të cilat krijojnë më tepër lidhje tyre, sepse dhe shpindrit janë ata të cilët në ditët e sotme për të siguruar të fëmijëve të ardhur së të mira, detyrohen të punojnë shumë. Absolutisht. Dhe nuk mund që ti kontrolloni ju që jeni prindër të rinj, vajza ime nuk mund t'i kontrolloni do fëmijët në çdo moment. Dhe shpeshherë hasin shumë problematika. Kemi raste që na vjen dhe na thonë kanë ndryshuar sjellje një vajza ime, pse ka ndryshuar djali, pra komunikimi me prindit është mirë, por mirë ndonjëherë ka një farë mund të them në fund manipulim nga ana e fëmijës në drejtim të prindit. Po. Por përsa më pas prindi mban mësuesit, lëshon gjithçka. Po. Po përsa i përket besimit ose komunikimit që prindrit ose ne të rriturit bëjmë me këto breza të rinj. Mendon se këto breza janë më shumë të gjykuar nga sjellja ose komunikimi drejt për drejt që kanë krijuar me ne dhe me shoqërinë, apo ne përpiqemi t'i kuptojmë dhe ata sërish ndjehen të pakuptuar? Po vjen pak domethënë për shoqërinë, sepse në një mënyrë tragjike. Për pas njëre ne dëgjojmë shprehjen. Ne kemi pas bërë kështu. Prindrit kanë kështu. Domethënë sikur ne kemi qenë, domethënë që kemi sjell gjithë këto zhvillime, se ky brez nuk është gjë tjetër, gjithë është brezi i telefonit, i kompjuterit dhe gjërave të gatshme. Jo, unë jam me këtë parim. Brez duhet të shikojë kontekstin e zhvillimit shoqëror që përson shoqëria. Askush nuk e dinte që do të vinte ky zhvillim i teknologjisë. Askush nuk e dinte që do të ndodhi në brezin e teknologjisë. Absolut. Por ajo që ne insistojmë asnjëherë për t'i ulur, asnjëherë për t'i ulur vlerat, por jo, për t'ju thënë, ju jeni të mirë në këtë kohë, por mund të bëheni edhe më të mirë. Mashallah. Shumë optimiste, shumë zemër dashamirëse dhe një mbështetje psikologjike absolutisht. Shumë e vërtet. Por realisht çfarë ju tremb dhe çfarë ju jep shpresë juve mëse Manola për këtë brez, për këta fëmijë dhe për këta studentë që po rriten në kohët e sotme në Shqipëri? Çfarë më jep shpresë? Mua ajo çka më jep shpresë është që këto fëmijë janë fëmijë të cilët duan dijen. Por nuk dinë si ta tërhiqin dhe me gjithë punën e madhe që bëjnë mësuesit, është domethënë ky zhvillim të çfarë? Mos mbulim sa duhet e këtyre e atyre gjërave që ne kërkojmë. Mbase mund të them edhe këtë, ne kërkojmë paksa shumë. Ndoshta ky është bërë do t'i marrin pak nga pak. Si mund ta sjellën këtë? Se të mund
që nxënësit tanë e kuptojnë që partie nuk ka rritje të suksesit. Se është diçka që më tanë, nuk i fëmija me nxënësi me i do vjen dhe të thotë, mësuse, notë, po si mund të bëj për të rritje, do të kemë ngritje note? Pa ti të më temi në pra, ky është një brezi që i kërkon që të arrit mirë e më mirë. Pra mund të them ty. Një pikërisht një paraqitje të tillë te një foto. Është pikërisht është simbolike, është një ndër ato dhuratat e bukura që më kanë thellë nxënësit e mi dhe unë i thash nxënëse, nëse ju keni kuptuar këtë nxitje, shkolla e ka arritur që Mashallah, shumë e vërtet. Pra, shkallët arritën pak nga pak për të arritur atje lart dhe për të ndjerë krenar për veten. tjera, besimin në vetë Shumë e vërtet. dhe mbështetjen me njëri tjetrin. Shumë e bukur. Se Manola, pas kaq shumë vitesh, me kaq shumë breza që unë jam e bindur që shumë studentë nuk i mbanin mend tani më, aq numër i madh studentësh ka kaluar nga duart tuaj. A vazhdon tek ju e njëjta dashuri për mosimdhënien, për kontaktin me nxënësit? Është një profesion të cilin e kam bërë me shumë kënaqësi, është një profesion të cilin do vazhdoj ta bëj me kënaqësi deri në fund. Më pas do ta çoj dhe më tej, sepse më pas unë do të ndihmoj edhe një prej tendencat pikërisht këtë gjë. Dhe është një profesion të cilin laboroj dhe të rritëm, do me thënë, do ta përsos edhe më tepër këtë gjë. Njëria sigurisht e nxënësve është e pa kushtëzuar. Ne bisedata të ndryshme mësues me njëri tjetrin, themi dikush ka folë të nxënëse që ka qenë para kaq viteve dhe shpreh mirënjohje në mënyrë individuale, si kolektiv dhe gjithçka. Dhe pikërisht mirënjohje e madhe që këto nxënës tregojnë mua, për mësuesit e tjerë, për shkollën, në përgjithësi, domethënë është e rëndësishme. Ne shikojmë në shkollën tonë, shkolla jote është e bashkuar, nga fillimi deri në shkollënisme. Derisa ne kemi brenda shkollës, nga njëta familje, Breza të ndryshme, të cilët ndjekin, tregojnë që janë të kënaqur. Por ajo një nga vlerat më të mëdha që ne i mësojmë, ja transmetojmë nëpërmjet mënyrës së sjelljes tonë, është mirënjohja. Është një vlerë, as nuk blihet, as nuk fitet, është një vlerë të cilën çdo njeri duhet ta ketë. Pa mirënjohje, njeriu nuk është shtet. shumë e vërtet, absolutisht. Dhe është një nga ato vlera që njeriu në bën të mbajë lidhjet qoftë shpirtërore, qoftë emocionale, me çdo zemër ose me çdo individ që ka njohur në këtë botë. Neve marrim drejtime të ndryshme në jetë, por është mirënjohja ajo që na bën mos i harrojmë kurrë, qoftë mësuesët, qoftë njerëzit që na kanë dhënë dorën, po dhe ato zemra ose shpirtra të bukur që i kemi takuar në një moment të caktuar tjetër sot. Ne kemi ndur dhe zhvillimi i rrjeteve sociale që Po. ne si mësues mund ta krahasoj profesionin e mësuesit me profesionin e mjekut, por unë dashoj më shumë se profesion. Mjeku shëron shpirtra, shëron njerëz, ndërsa mësuesi pikërisht shëron shpirtrat e fëmijëve. Formon njeriu e ri dhe pikërisht këtë rini e cila do të çojë përpara shkollimit në vendit. Një kulturë e përpara kemi një rini të zhvilluar dhe të gjitha me vlera qytetare. Dua të theksoj këtë ide. Një ndër ato pika më të forta të asaj çka ne, domethënë si staf dhe si të gjithë grup, domethënë mësuesit është kjo. Në fillim duan të t'i bëjmë këto fëmijë të parë të denjë për të studier dhe më pas dhe të shkolluar. Sepse shkolla tani jepet mundësi të gjithëve qytetar, ajo vlerë pa diskutueshme që duhet të dëmohet dhe të rrënjohet gradualisht.
shumë e vërtet dhe e bukur. Për sa i përket kësaj pjesës qytetarisë edhe asaj që secili nga ne duhet ta ketë në shpirtin e tij. Ju jeni bashkëshorte, nën, mësuese për kaq vitesh dhe tani më dhe gjyshe. Si është ajo balanca e juaj në familje, në shkollë dhe kolektiv, sepse normalisht për 35 vite keni një kolektiv aq të madh, aq njohje me mësues të tjerë, që pa diskutim ka lënë gjurmë në jetën tuaj. Një pyetje shumë e bukur, është edhe shumë prekse, është e drejtë. Do të thënë në momentin kur jemi mësuese dhe jemi nën, nuk ka asnjë tjetër. Dhe për fatin që bëri gjyshe, mbase unë tani mund të them edhe diçka tjetër, ndryshon komplet edhe tek unë koncepti, do me thënë, shikoj dhe vetën time, tamam, në kundërshtimin e mësuesve të shkoj që përballen me këtë brez, dhe jo vetëm me brezin kur jam mësues, me brezin ku është një fëmijë. Një fëmijë ka qenë në klasë të parë. Po. Të them tek një gjë, nëse mund të ja pak ta, për të drejtë të thoja, që të prisin shumë i lehtë ato të fëmijë. Tani, në një tim, nuk i vë fal vajzës time, sepse janë brez shumë inteligjent. Bën pyetje të tilla, sa që na vë përpara pozitës dhe unë për një arsye nuk mund t'i përgjigjem, ai më thotë, nëne ti duhet ta dish përgjigjet ti edhe mësuese. Dhe realisht, çfarë ndjesie po? Ndjesit. Nuk kam qenë në rreth, do të thënë jam në natyrën time, e tillë kam qenë. Shumë korrekte në familje, shumë korrekte në marrëdhënie me bashkëshort, me fëmijë, shumë korrekte në të tilla kolektive që kam punuar, që gëzoj respekt dhe dashuri reciproke. Por duhet të them këtë gjë, ajo çka nuk ndryshon, do me thënë tek me kalimin e viteve dhe me gjithçka është ajo që është pjesë përbërëse e shpirtit të njeriu, që është dashuria, butësia. Njeriu mund të thotë diçka edhe në një fjalë të buta. Jo diçka më e butë jam bërë. Tani jam gjyshe, diçka më e butë jam bërë. Përsëri, në gjërat më kryesore, aty unë nuk lëvij. Jam shumë korrekte. Kjo ishte realisht pyetja ime e radhës. Prej kaq vitesh në arsim, por tani më ju keni mjaltin e mjaltit në shtëpi, kështu e quajmë ne. Çfarë emocionesh, ndjesish, por edhe një pikë dijeje keni marrë ju duke jetuar tani paralelisht me brezat e studentëve që janë drejt rritjes së adoleshencës, por dhe me këto filizat e rinj që i keni në shtëpi dhe i shikoni arritjet e tyre. Kush është emocioni që ju fal kjo krahasim brezash? E drejtë është Eni, unë jam domethënë se ka i brez që ka evoluar në këtë drejtim dhe tani jam bërë në herë të tretë gjyshe. Zoti ju armoj, ju keni me jetë. E thotë që është fjalë me shumë, domethënë është në të vërtetë mjalti në mënyrë të padiskutueshme, vetëm ai që e provon, ma beson. Absolutisht. I them të gjitha dhe shumë të mia, mundohuni të bëheni gjyshe sa më shpejt. Asnjëherë të bëra më nuk të pengon në karrierë. Absolutisht. Çfarë më ka bërë mua të qenurit gjyshe? Të qenurit gjyshe e gjithë edhe më shumë shpirtin e njeriu. E për shpirtin e njeriu të harrojë. Ka probleme aq madhore, të rënda me të cilat i përplas jeta. Ti e kupton këtë gjë? Absolutisht. Sigurisht, këto fëmijë janë kuptioni për dhe mesat e mia, janë kuptimi, vazhdimësia dhe forca që mua më japi të eci përpara. Jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Ti shikoj dhe ato më shikojnë. Edhe si një gjyshe dhe jam gjyshe e përkushtuar. Një gjyshe që qëndrojnë në distancë. Jam shumë e lumtur për këtë dhe që marr pjesë në rritjen e tyre. Ata janë po marr dhe një kënaqësi që është pa përshkrueshme dhe aq shumë e domosdoshme për shpirtin tim.
Jam shumë e lumtur për këtë dhe unë e kuptoj më së miri e kam përjetuar vetë në familjen time, në momentet më të vështira të jetës, ajo betbëzimi, ajo fjala e parë, ato hapat e vogla që një krijesë gjellore bën përpara syve të pikëlluar, bëj që me shpirt të dalë një buzëqeshje mes asaj dhimbjeje. Të cilë një lule shprese mes shkretëtirës së shpirtit. Është absolutisht e vërtet. Dhe më vjen një pyetje retorike se çfarë është ajo që mësuese Manola më shumë ti emocionon dhe e mbush me dashuri për jetën sot. Megjithëse besoj e kam përgjigjen. Ajo që ka mund të mbush me shumë emocion është pikërisht ajo drita e gëzueshme që shikoj në momentin kur vjen në klasë në sytë e fëmijëve. Shumë e bukur. Jam shumë e lumtur për këtë. E një të ditë tim të një janë të vështira. Unë shikoj një dritë ke këto fëmijë e cila nuk thuhet kur. Dhe unë të e kuptoj që nga klimi nga brezi në brez është e vetmi e klimi që unë ndryshon. Ajo dashuri që fëmijët duhet të ketë të marrin nga mësuesit. Mësuesi duhet të jetë vetëm një mësimdhënës. Mund të jesh një mësimdhënës ke arrirë. Absolut, excelent. Me medalje arri, nuk të kesh 2 vjeta. Nuk të mungon ana psikologjike. Mungon ana pedagogjike, mënyra se si ai jep fëmijëve, mënyra se si për ta përcjellë fëmijët. Fëmijët duhet të ketë ndonjë nga mësuesi. Çe kam patur pari dhe kam ardhur gjithmonë duke motivuar. Kur deri tani nuk i kam thënë një fëmijë ti ke gabim ulo. Të dëgjojmë dhe një mendim tjetër. Shumë e fat. Ata janë fëmijë shumë e fat. Ti do të bëhesh dhe një tjetër dhe do të japësh një përgjigje më të organizuar mirë. Absolut. Dhe atëherë kur nuk ka arritur si duhet, ja bëj krahasimin me atë çka ka dhënë më parë. Dhe ku e kuptoj unë këtë gjë? Atë çka të japin fëmijët unë nuk ta jep askush. Unë mund të ndërmoj këtu pikërisht në moment shumë delikat. Atëherë kur ne kishim arritur një rritje të profesionit tim profesional, ishim duke përgatitur bashkë me nxënësit një projekt të cilin kishim 1 vjeçar dhe mua më pritet jeta në mes. Dhe çfarë ndodh? Me rikthimin tim, vendos që atë projekt mos e zhvilloj, nuk mundesh dot. Atëherë nxënësit vinë dhe më thojnë, projekte do ta realizojmë. Tash unë nuk mundemi, nuk punoj dot tash tani në këto 2 muaj. Dhe ato më thanë, mësuese do na thuash çfarë ne duhet të bëjmë. Dhe ne do ta përfundojmë projektin. Dhe ato e përfunduan projektin e bukur të Mitenit, ku unë këtu dua të të jap një mirënjohje të madhe. Jo vetëm për ato nxënës, për prindrit e tyre, të cilët janë maturant në këtë moment, për gjithë stafin tim pedagogjik ku jam, dhe për gjithë mbështetjen dhe për ndihmën e drejtorisë, të cilët në këtë moment nuk më kanë bërë të ndjehem më mirë dhe gjithmonë më kanë vlerësuar për punën që bën secili nga ne. Dhe ato arritën ta realizojnë këtë projekt. Dhe ajo fundja që ju keni vendosur, pikërisht tek hapja, është pikërisht foto e cila lidhet me këtë aktivitet, që unë do t'i jem mirënjohës për jetë atyre nxënësve, po sa kujtime të bukura kam unë nga nxënësit, janë pafund. Absolutisht. Unë jam shumë emocionuar dhe ndonjëherë është pat kur Zoti të bën bashkë, jo vetëm në nxënës që nuk japin dorëheqje nga ajo që duan të arrijnë, por edhe nga një staf kolektiv që nuk ju lën në baltë, nuk ju lën atë pellgun tuaj emocionues ose në sfidat që jeta i jep, por e suportojnë njëri tjetrin, e mbështesin njëri tjetrin dhe gëzojnë kur pas vështirësive ju gjeni sërish forcën të vazhdoni. Sepse jeta sfidon çdo, por ka shumë njerëz që kënaqen kur ju shikojnë atë gjendje dhe thonë tani po eci unë, ju vazhdoni që ndroni aty ku jeni se nuk arrini dot më. Janë të rrallë ata që t'japin dorën dhe të suportojnë dhe gëzojnë kur pas vështirësive sërish mësuese Manola vazhdon me misionet, me qëllimet dhe me atë që më shumë ti ka dëshirë të bëjë në jetë,
arritjet profesionale me nxënësit e saj. Vërtet një duartërkitje me zemër për çdo mësues dhe unë jam mirënjohës se vërtet me zemër që një pjesë e madhe pedagogjike janë gra dhe bravo për çdo grua që mbështet një grua tjetër në momentet e saj më të vështira të jetës. Tani dua të ndërhyj këtu pak se po më duket se u formaru shumë lapte. Jo, absolutisht. Kjo ishte për gjithë stafin pedagogjik. Deri, nuk dua që të kaloj në këtë drejtim, por thjesht e kisha të domosdoshme pjesë të asaj mirënjohjes time të shpirtit tim për të thënë dy fjalë në këtë, sepse edhe takimi që kemi bërë me njëra tjetrën ka qenë në këtë moment. Absolut, po, e mbaj mend shumë mirë. Ti për mua je si një dritë shpresë. Faleminderit jam zemër. Jam shumë emocionuar dhe ju e dini më së miri pse. Dhe unë falenderoj Zotin që na bëri bashkë, qoftë edhe në ato periudha të vështira për të dyja ne, por që Zoti e ka një arsye pse i bashkon njerëzit. Suse Manola, juve keni kaq vite me këtë profesion kaq fisnike dhe kaq dinjitoz. Nëse kishit mundësi ta kthejnit dhe një herë kohën tuaj pas, a do zgjidhni sërish të njëjti profesion të qenit mësuese? Nuk e dëgjova. Nëse ju do kishit mundësi që të ktheheshit pas. Atëherë, në momentin që unë kam mbaruar, ne kishim shumë preferenca. Dhe preferenca ime ishte për të vazhduar një shkollë në Tiranë, por në mënyrën se ti ishte atëherë që duhet ta ndërtosh dikush nga klasa punëtore, unë kisha intelektual, nuk mora atë dek, por mora përsëri një dek për të unë ndërroja që ishte mësuesia. Edhe si kur ato dek që kisha marruar, unë patjetër do t'isha bërë mësuese. Sepse du të them edhe diçka, nga të tre fëmijë që kemi mbaruar për mësuesi, vetëm unë e ushtroj këtë profesion. Wow! Vëllai dhe motra vetëm për një periudhë kohore. E kuptoj. Pra ju keni vazhduar ndër kaq vite, dhe pse ata kanë vazhduar. E kuptoj. Kështu që unë do të zgjidhja, pa diskutim. Cila do ishte fjala ose vlera që ju do doni të lini tek brezat e nxënësve tuaj, tek fëmijët, por te nipërit dhe mbesat tuaj? Një mesazh ose një fjalë që mund t'i jap është kjo. Njeriu, domethënë jeta të përballë me sfida, ti mund të marrësh një shkollë, tregu i punës, të jetë mundësinë që ta zhvillosh pikërisht këtë punë dhe ti mund të bësh një profesion tjetër. Ajo që unë jap çdo profesion që ta bësh dashuroje. Po, shumë e bukur Davida. Nuk bëhet punë që dashurove. Mund të jetë edhe ajo punë që të cilën ti e ke zgjedhur me të superlativat e tuaja. Shkon me përstësi në punë. Atëherë asnjëherë ti nuk arrin atë kënaqësi shpirtërore. Në momentin që të nga puna ti ndihesh i duar. Apo jo, punon në orë të tëra. Absolutisht. Dhe ku shkon është ti e mbushur. I mundon pak sa rinie, ankohet pak si shumë. E vërtet. Shumë e vërtet edhe tani më vjen ndërmend një pyetje që ndoshta del jashtë skenarit ton. Realisht ankohen sepse fokusohen tek ajo punë që mund t'i sjellë më shumë të ardhura, gjë që brezat tuaj nuk e kanë patur këtë. Dhe për një kohë shumë të shkurtër ata ndjehen të lodhur ose jo më të apasionuar pas asaj pune që bëjnë. Por dhe ajo pika tjetër që është më e rëndësishme, nëse nuk vazhdon një individ të ndjekë ëndrat, ju e keni patur ëndrat mësuesin, të ndjekë pasionet, lodhet. Puna është 1/3 e jetës tonë. 8 orë në ditë janë shumë për 24 orëshin. Dhe normalisht, të cilin nga ne, pavarësisht kushteve dhe vështirësive të një periudhë të shkurtër kohe, duhet vazhdojë të synojë dhe të arrijë të bëjë atë profesion që ja do shpirti, që e bën me dëshirë. Sepse nuk mund të shkohet çdo ditë në punë, hajtë se po shkoj edhe sot. E drejtë. Unë marr shkas
duhet të jap një mesazh pikërisht për profesionin të bukur që ju e ngulmoni të mësuesisë. Po, Është një profesion i cili nuk ka të vendin e duhur në ditët e sotme dhe mbase kjo shpeshherë diskuta që bëjmë me nxënësit është pikërisht kjo ka. Tani për tani, ato kanë të drejtë që shikojnë pak sa anën monetare. Nuk ka të ndërë që e vërtet. por plaket nga ana intelektuale një popull. Dhe prandaj në klasë në universitetin tonë të Elbasanit shpesh bëjnë aktivitete të ndryshme, bëjnë konkurse të ndryshme si magjia e fjalës, ku nxënësit dërgojnë krimet të tyre dhe nxënësit kanë marrë dhe çmime, dhe bëjnë një projekt në universitetet për ta afruar më tepër studentin në drejtim të mësuesisë. E kuptoj. Për t'i thënë që mësuesia e bukur i merr pyetje pak sa, sepse është barzë ky profesion pak i gjatë me shumë procedura e gjëra, por është një profesion që të jep atë kënaqësi që rrallë profesionet ta japin. Nuk është vlera monetare më e rëndësishme se ajo kulturore. Sipas brendit tonë. Kjo është drita që duhet theksojmë. Kjo është edhe ajo që neve kërkojmë të zgjerim në çdo bisedë. Absolutisht. Sepse shumë të ri e kanë pikën e tyre kryesore të jetës, arritja monetare, por të gjithë kanë vërtetuar dhe kanë zbuluar se ajo e shpirtit të bën më të pasur se gjithçka tjetër në këtë jetë. Se Manola, unë do doja të bëja një pyetje sa emocionale, por dhe aq domethënëse. Të gjithë ne jemi kalimtar në këtë jetë dhe ne e dim që secili nga ne nuk do marrim asgjë me vete. Ajo që është trashëgimi dhe pasuria e një individi është ajo që lë pas. Tani unë nuk do ju pyesja se çfarë do doni të keni për fëmijët tuaj si trashëgimi, por unë do doja të dija mësuese Manola si do donte, si do dëshironte të mbaheshe mend dhe të lindte trashëgimi tek brezat që ajo ka rritur në arsim, por dhe të nipërit dhe të mbesat e saj. Si një mësuese, si një grua e urtë dhe me shumë vlera, apo si një njeri që përtej sakrificave dhe sfidave që i dha jeta, ajo sërish vazhdoi me dinjitet dhe me urtësi të falë nga dituria e saj. Falenderoj Eli, një pyetje shumë e bukur, komplekse, shumë emocionuese, shumë kuptore. Shihni e teksojmë nxënësit tanë dhe i themi që çdo njeri nga ne duhet punoj kur të kthej kokën pas të lërë gjurmë të mira. Por këtë gjurmë nuk i kuptojmë ne, do i kuptojmë brezat që do vinë pas ne. Ashtu si kishte ne flasim me kaq mirënjohje për tërë brezin e mendimtarëve para nesh. Shumë të drejtë ma bëm këtë pyetje dhe do me thënë nëse unë do të vlerësoj më tepër nipin e mi, duan të më shikoj më tepër si mësuese, si grua të fortë apo njeri të mirë, unë do thoja një gjë të ndërthurur. Do ta lidh pikërisht me këtë. Dini tani ne folëm për ndërsimin e mësuesit. Po. Mësuesi është dhënës i dije. Është një prind i dytë. Është një psikolog. Është një njeri me të cilin çdo nxënës mund të ndajë dhe shqetësimin me të vogël dhe atë që nuk ja thot prindit dhe si ja thot të tjerëve. Duhet të përcjellim pikërisht çfarë ti ka ri. Dhe unë përpos të gjitha këtyre do doja që në lutën time tek brezat e të lënë dhe tek nipi dhe mbesat unë doja të isha një mësuese e mirë. Jam shumë e lumtur për këtë. Do të ishte një kënaqësi e madhe si kur njëri nga nipet ose mbesat e mia të mundja t'ja kultivoja dëshirën për mësuesi. Shumë e bukur. Unë ja uroj me shpirt secilit prej tyre, sepse vërtet është një profesion dinjitoz dhe fisnik. Shumë fëmijë ose individë mendojnë të lodhshëm
sepse realisht neve kemi 1 dhe 2 fëmijë në shtëpi dhe prap ndjejnë lodhje psikologjike dhe emocionale dhe paramendoni çdo ditë me një klasë me 28 dhe 30 nxënës, vërtet jeni për të vlerësuar dhe për të duar trokitur që keni kaq shumë durim, kaq shumë dashuri edhe mbas kaq vitesh. Por ajo që është më rëndësishme, ne e dimë që djepi i kulturës vjen nga arsimi. Baza e jetës vjen nga shkolla dhe prindi i dytë për të gjithë fëmijët dhe çdo brez është mësuesi. Duke i ardhur minutave të fundit të kësaj bisede kaq të këndshme dhe kaq emocionuese për mua, unë do doja që të ndanit një mesazh, një dritë shpirti për çdo grua, nën, vajzë, pse jo dhe për një mësuese tjetër që ndoshta sot në këtë live, por dhe në vazhdim në rrjetet e internetit mund ta dëgjoj këtë bisedë dhe do donte të merrte një mesazh nga mësuese Manola. Duke marrë shkas për babai im, i cili ishte një mësimtar i madh, i vazhdimësisë të shkollës. Çfarë unë kam bërë me fëmijët e mi, çfarë fëmijët e mi po bëjnë, unë them të çdo vajzë, çdo grua, nën, çdo dyshe, duhet të jetë pikërisht transmetuesja e vlerave më pozitive pikërisht tek bëntat. Unë them këtë, një grua e ditur, një grua e mençur, ajo është promotori më i mirë i familjes dhe i njerëzit. Mashallah, shumë Gruaja është një forcë e madhe e shoqërisë. Absolutisht. Sa më emancipuar të jetë gruaja, sa më e shkolluar, aq më e zhvilluar e shoqëria. Dhe roli i zakonshëm që luan nëna në edukimin e fëmijëve dhe të nipërve. Absolutisht e vërtet. Është një mesazh shumë i bukur dhe realisht unë e them gjithmonë, pavarësisht sfidave që jeta jep, grua mos harro ti je dritë. Dhe nga ajo lloj drite që pavarësisht ereve, pavarësisht shiut, del sërish çdo ditë me një arsye më të madhe për të vazhduar. Unë doja të thëja edhe diçka. Dua që ta mbyll pikërisht për mesazh në marrje të një libri. Kam zgjedhur pikërisht për të lexuar për kushërinë edhe të dëgjuesve. Poezi, bukuria e shpirtit. Binde vetëm tënde, se fjala bukuri nuk vlen veç së jashme, se ç'vesh hi e shi. Vlen për pak kohë. Ajo që syri shikon, veç ka shë zemra, mbetet për gjithmonë. Ka i bëu e hiqme, ashtu si që të pëlqen. Veç kuro dhe zemra, lumturi, jo e ndjen. Nëse bukurisë së shpirtit, dhënë aq për kushtim, si që bëjmë me pamjen, do gjenim lumturinë, se bukuria e brendshme ka rrudha e moshë, për të nëndicon mota, sa të jetë e të rrosh. Daj në vend të make-upit, përdorni zemër bardhësinë, zbukurojeni shpirtin, kurojeni brendësinë, dhe këto janë vargje nga poezia e pikërisht kësaj vajze të jashtëzakonshme të Enit Flamit. Ju falenderoj shumë. Faleminderit nga zemra. Sinqerisht unë jam e përlotur, nuk e prisja dhe jam shumë e lumtur që ai i për ka kaluar paraprakisht të durat tuaja. Pastaj këtë poezi janë në çdo familje dhe në çdo duar të çdo lexuesi. Suse Manola, unë ju dërgoj një përqafim të ngrohtë. Ju falenderoj me zemër për kohën që kaluam së bashku. Ju uroj shëndet, ju uroj vite sa më të mbushura me lumturi shpirti në çdo brez që ju kaloni me nxënësit tuaj, por mbi të gjitha. Ju uroj që ato nipër dhe mbesa të rriten sa më shumë dhe sa më gjatë me dashurinë për kushtimin dhe dijen e atij shpirtit bukur që mbartni ju. Urim kaq i bukur
që mund të vi vetëm nga njeri i bukur, me zemër aq të bukur sa ti. Ju Faleminderit falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj shumë. Shpresoj që dhe audienca të ndjerë të ngrohtësi të madhe shpirtërore që ne kemi me njëra tjetrën. Amin. Edhe unë uroj këtë me zemër për çdo të ftuar që vjen çdo javë, sepse kjo është një dritare që për te vështirësive që jeta dhe përditshmëria na jep, unë e bëj me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri, sepse vërtet ju keni vlerë dhe zëri juaj është një dritë që meriton të përçohet tek çdo shpirt tjetër. Dhe pikërisht, merr pikërisht një kuptim tjetër. Emotimi i bukur që ke vendosur të kapë dritë. Çdo e din, një javë lusme është një dritë e vazhdimit të një jave më të lehtë, më të bukur, një sfida, por gjithmonë medalje në fitore. E vërtet. Ju falenderoj shumë që ishit sot me mua. Ju uroj shëndet dhe gjithë të mirat që ju meritoni në këtë jetë dhe të gjithë ndjekësit që sot ishin me ne, falenderoj nga zemra që na ndoqën. I le takimin sërish të dielën e ardhshme me një tjetër dritë, me një tjetër të ftuar, me të tjera këshilla dhe emocione të një jete reale, të atyre njerëzve që kanë shumë për të dhënë dhe për të ndarë me ne. Ju përqafojmë së Manola dhe ju uroj gjithë të mira. Faleminderit dhe unë uroj sukses në emisionin e vazhdimit. Faleminderit nga zemra, mirupafshim. Faleminderit dhe uroj një të tjerë të mbarë të gjithë juve. Faleminderit. Faleminderit që ishit me mua dhe këtë të diel, ju uroj një mbrëmje të këndshme dhe dëgjohemi të diela në vazhdim.